31 vite më parë, fotografi italian Gianni Bellessia mbërriti për herë të parë në Shqipëri si pjesë e një misioni humanitar, duke shoqëruar 2 kamion me ndihma për familjet e varfra të një vendi që sapo kishte hyrë në rrugën e demokracisë. Pas 3 dekadash, ai kthehet sërish jo mos si vëzhgues i vuajtjeve, por si dëshmitar i një transformimi për të hapur ekspozitën e tij fotografike me 30 imazhe që rrëfen historinë e një populli në lëvizje dhe të një kohe që nuk duhet harruar. Fotografitë janë realizuar nga Durrësi në Tiranë, Shkodër e deri në fshatin e thellë të Nënshatit. Në kujtesën e fotografit, shqiptarët mbeten njerëz të buzëqeshur e mikpritës, edhe pse jeta ishte e ashpër. Era un paese dove c'era gente. Ishit një vend me njerëz që buzëqeshnin, edhe pse kalonit vështirësi, ata na prisnin gjithmonë me mirësi. Nga sytë e një italiani më dukej një popull në zhvillim. Të rinj të ndërronin të shkonin në Itali për të mësuar e për të kthyer me njohuri të reja. Edhe të moshuarit i mbështesnin sepse shpresonin që dija e perëndimit të sillte ndryshimin. Sot, duke parë rilindjen e vendit tuaj, mendoj se ajo profeci e tyre është bërë realitet dhe kjo më gëzon shumë. Ekspozita fotografike Shqipëria 1994, një popull në lëvizje, u realizua në bashkëpunim me Fotoklab Durrësi. Është një kënaqësi shumë e madhe që ne bashkëpunojmë me gjithë fotografët e disa shteteve të Ballkanit. Unë do të thoja që ky grupimi që ne kemi hapur sot, që po vim edhe sot, është bërë me fotograf të ri, me fotograf profesionalista. Ekspozita do të jetë e hapur për publikun gjatë fundjavës në mjediset e qendrës kulturore të fëmijëve Durrës.